Shtetin e Partisë Demokratike, zotin Cara, një nga denoncuesit në fakt të aferave në Durrës. Zoti Cara, përshëndetje. Kishim planifikuar në fakt që do të flisnim pikërisht për monopolet dhe qeverisjen, ose qeverisjen e monopoleve në vetvete, dhe ja ku vjen ky lajm i fundit mbi arrestimin e Ergjys Agasit. Tani, informacionet janë pakta, nuk dihet nëse arrestimi ka ndodhur në Durrës apo në Elbasan, mbetet për tu konfirmuar. Atëherë ka një informacion tjetër, zoti Cara, përpara se t'ju kaloj fjalën, se është një nga lajmet më të rëndësishme të vitit. Atëherë shoqërohej nga Ulian Shpataraku, ish drejtues në polici, i njohur si krau i djathtë i ish drejtorit të përgjithshëm të policisë Ilir Prodës, një tjetër emër që Partia Demokratike e ka denoncuar. Ja, unë do të lidhem sërish pas pak me zotin Cara, sapo të kemi edhe audion. Pra, edhe njëherë e konfirmoi kolegu Fation Gjinaj që Ergjys Agasi në momentin e arrestimit ka qenë në shoqërinë e Ulian Shpataraku, dhe këto informacione po e dëgjon dhe zoti Cara, ish drejtues policie, njohur si krau i djathtë i ish drejtorit përgjithshëm të policisë Ilir Prodës, dhe unë e thash në kryet e erës që Partia Demokratike, zotin Proda, apo lidhjet e policisë me krimin i ka denoncuar vazhdimisht. Çfarë për të thënë për këtë lajm? Atëherë është një lajm shumë i rëndësishëm. Dhe unë mendoj që do një vëmendje të madhe dhe të veçantë, dhe nuk duhet trajtuar si arrestimet e tjera. Pra, me qoftë se deri tani kemi pasur këtu ndalimin e arrestimeve të profesorëve të qeverisë, tani më kemi pikërisht ndalimin e një personazhi, do të thoya nga më të rëndësishmit ndërmjetës të lidhjes që bënte lidhje me qeverinë, pa diskutim dhe me atë që ne kemi quajtur krim, me lidhje me krim. Pra, është dhe ky rast tani do të jetë në qendër të vëmendjes besoj të gjithë mediave, dhe mbi të gjitha tani Spaku ka për detyrë që të vërtetoj pikërisht ato dyshime që Ergjys Agasi ka qenë ndërmjet shtetit dhe pjesës së erë të kësaj shoqërie. Unë nuk është pak e rëndësishme se është arrestuar në Elbasan në Durrës. Rëndësishme është që është ndaluar dhe do ta quaj një sukses, megjithëse me shumë banesë. Gjithsesi, për mos folur para kohë, pastaj ndoshta në një ditë tjetër do të marrim analizë të gjithë edhe akuzat zyrtare të Spakut, në mënyrën se si edhe me radhë, por mos harrojmë që akuzat janë shumë të rënda. Bëhet fjalë që lidhjet e Ergjys Agasit, sidomos për sa i përket aktit, një institucion i cili është denoncuar vazhdimisht nga opozita në mënyrë të veçantë Partia Demokratike, është për të parë. Tani më, një gjë në fakt nuk arrit të kuptoj dot, si ka mundësi që në gjithë vite kemi kaq shumë arrestime brenda qeverisë, në Partinë Socialiste, jashtë partisë dhe me radhë, dhe përsëri asnjë nuk po kupton që të gjithë to kanë vetëm një herë që i drejton, brenda apo jashtë qeverisë. Është Edi Rama. Dhe nëse ne nuk të arrijmë tek Edi Rama, atëherë se kjo është detyra më e rëndësishme e Spakut, që të jetë mbi të gjitha kohën. Sepse nuk mjafton që të arrestohet vetëm Ergjys Agasi apo Ermal Beqiri, Kaçanaj, profesorë qeverisë dhe vëndës kryeministër e radhë. Duhet që hetimi të shkojë aty ku është e vërtetë, pikërisht tek Edi Rama. Unë uroj shumë që Spaku të kryejë detyrën e tij dhe të bëjë një shërbim të madh këtij vendi. Nuk është puna atje se po arrestohet, se nuk është problemi u futi kush në punë. Jo, ka disa çështje edhe tek arrestimi. Për të rrëzuar, pa diskutim që është, por për të rrëzuar mbi të gjitha një sistem të tërë korruptiv që është ngritur në çdo sektor të këtij vendi. Unë nuk di ndonjë qelizë të këtij shteti, të vendi që nuk është e korruptuar. Nëse ju do të më thoni një, do t'ju kërkoj ndjes. Nuk di asnjë.